Unë e kam plagën nga Vranisht I Vlorës, babi nga Dibra Modhe, edhe shijon unë e nis nga fundi po desh. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Kisha emisionin. Më vëndora lot nga këtu, unë direkt bëjmë gjeni. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në podcastin Më Djegës në qytet dhe jo vetëm, siç e do zakoni, falenderoj gjithë ata që ndodhen për diasporën, në fakt ironike sot, sepse I ftuari që kam është në diasporë, vjen nga diaspora. Ne kemi fort zakoni, nuk e thash të gjë pikërisht se kam një çun që vjen nga diaspora, por I përshëndesim sepse na merr dhe I merr malli për ta. Falenderojmë gjithë ata gjithashtu që jetojnë brenda Shqipërisë. Hoje Media në YouTube, subscribe dhe sigurisht flak fare në të gjitha rrjetet sociale. Thënë gjitha kjo, duhet falenderoj Argjendari Donaldo po I nis shumë e radh, Birën Epos, Bumbu, Tonat dhe sigurisht Petalin, po për mos të harruar dhe velon me nikotin, do kemi sot velon me nikotin, që ose për gjitha ata të ftuarit që pinë cigare për shumë dhe nuk durojnë dot pa nikotin, ose duan ta lënë cigaren, është zgjidhje shumë e mirë. Tani do të shkoj tek I ftuari. Duhet lënë cigareja patjetër. Për gjithë ju që besoj e keni parë në rrjetet sociale, duhet jetë një personazh që ju ndan në dy klane, në ata që e pëlqejnë shumë edhe në ata që ja caron. Unë, të paktën me ata që kanë folë që nuk e njohin personalisht, edhe pse kemi një shoqëri të përbashkët, shumica dërmuan se pëlqen shumë për origjinalitetin e tij, për humorin e tij, për mos kokçarjen e tij, për mënyrën kreative e të marrurit me fenomene të cilat na prekin të gjithëve çdo ditë, por ose jemi bërë pjesë e këtij zakoni dhe kësaj force, ose nuk kemi kurajon dhe guximin që të përballemi me to. Ai është një djalë super I talentuar, unë kam fatin ta njoh prej shumë vitesh, që nga rrugtimi I tij në botën muzikore e deri më tej në artin vizual. E deri më sot jam shumë I lumtur dhe krenar për të që preq një vëmendje që për mua është super pozitive. E njohin si Rayman Inc. Ose ndryshe Rej Sulejmani, kënaqësi e madhe që të kam këtu në studio. Bruda. Ose Zia Jetën, është aka Zia Jetën. Zia Jetën, dhe kjo Zia Jetën është ajo që kuptoj që është, apo jo? Po patjetër, shkruaj formë habitore. Këta shkodrët e përdorin. Kam I shok ngushtun, I përdorte, sa kishte një gjë për të çuditur. Zia Jetën, edhe mua më ngeli. Se ti e di shumë se funksionon algoritmi që duhet një 2 sekondë që ti jesh atje te vëmendja para që mos të hikin ata, se kanë gjëra më të rëndësishme për të parë dynjaja, kupton? Sa ka TikToku budalli. Është e vështirë që ti sulmosh budalli lojën e vet, kështu që unë kam shpikur Zia Jetën si term, edhe ka qenë shumë interesante dhe njerëzit tani më lidhin për ky Zia Jetën ç'a bën. Okej, zakonisht intervistat nisin nga fillimi drejt fundit, unë do ta nis pikërisht këtu te fundi, te kjo Zia Jetën. E prisje që të kishe një reagim kaq të madh, po themi nga publiku, se videot e tuaja realisht mund të jesh një ndër profilet më të klikuara më të para në të gjithë personazhet, po themi, të medias sociale. Po fatikisht kam punu fort, nuk e di se pjesa e rrugtimit tim, qëllimi ky ishte që të merresha vëmendjen e njerëzve, tisha në telefonat e tyre, nuk e di absolutisht lojën e vet. Ka qenë një këshill biles nga një miku im amerikan, ishte viti 2020 mas koronës, ai më tha fotu TikToku ta se do bësh. Edhe si njëri që un kam qejf që të eksperimentoj me jetën, edhe jetën e dua të punoj sa më pak e fitoj sa më shumë. Është gjëja më e rëndësishme e jetës. E tentova, I dha shumë edhe në momentin që s'kisha Terezi, në momentin që s'kisha nerva, disa gjëra që gjeja frymëzimin tim për të realizuar dhe për të krijuar Zia Jetën. Mos I bona Zia Jetën si brand, përdora showbizin në fillim dhe pjesën komike që të merresha vëmendjen, dhe mbasi pash vëmendjen se ku është, pastaj fillova duke e drejtuar vëmendjen e njerëzve te unë drejt pak politikës, që të bëhet një vend më I mirë ky joni, duke drejtuar pak te komedia, duke qenë se më pëlqen aktrimi, te muzika nga pak dhe gjithashtu dhe te arti I tatuazheve. Pra, një larmshmëri gjërash. Po besoj se e dija që do vija këtu, edhe duhet shkoj çik edhe më lart akoma. Po patjetër. Edhe më lart. Më lart. Shiko, përpara se të bisedojmë se kemi plot gjëra për të thënë, ti e di formatin, nisim nga më pak djegse deri më shumë djegse, deri maksimum me 11 është sfidë legjendash, jo të gjithë ja dalin, edhe pse kohët e fundit
Ja ka ndalur se dërlli shqiptarët. Nuk e di si ke marrëdhëniet me ti. Unë kam plagën nga vranisht i Vlorës, babi nga Dibra Modhe, edhe shijon unë nis nga fundi po desha. Do unë do i shkoj fundit se s'ma le, nuk është se nuk do vdes, do vdes, po si burra do i rrit tavolinës. Po sedër valla, por neve për sedër jetojmë, o migo. Shuna me sedër. Nisim direkt me të parën, kapi me çfarë duhesh, patate ose sallam? Ande be kapi sallam. Me sallam ta kapësh? Po vegetarian nuk jam valla çu. Si ha? Ta kap me dorë dhe unë. Ja ma e kapë si unë, po. Po më se duhet mi. Jepi tek e para. E para. Po. E si ke marrëdhëniet shumë me djegse tërsi? Sandal, ose provoj fare. Si ke fare? Zero. Më bën dragua, valla. Nuk se di se si do ja dalim, por që unë sot, se po flisim për Game of Thrones, unë sot do bëhem si dragoj i Daenerys, e kupton? Vetëm se ai nxjerrte gojë nga zjarri nga goja, unë do nxjerr luftën do e bëjmë byll sot, valla. Jepi drejtim, valla. Pa, faleminderit. Do të presim. Atëherë te xhia jetën e kisha. Kush ishte kjo, domethënë si për këtij niveli që kap tani, çfarë mendej? Apo zota dragosh, kush është? Jo, nuk e di akoma, fatikisht jam akoma konfuz, eksperimentoj siç thash, edhe do ta shohim rrugës, por që duhet të marr deri tani unë jam te pjesa po punoj me shqiptarët, me njëri tjetër, duke qenë se gjuha ime është shqipja dhe unë jam lindë arrit këtu, edhe njoh vendin tim shumë mirë, edhe kjo më dhëmb më shumë, por kam dëshirë të shkoj pak më internacional, edhe do shoh rrugës se si do arrit të bëj pak internacionalisht. Por që kam një problem shumë të madh, që unë e dua vendin tim. Edhe pavarësisht se kështu siç jemi ne këto kokat që kemi, nuk e kam shumë vështirë që ta përdor gjuhën anglisht. Disa herë kam bërë video ku kam pas sulme me këta të huajt më shumë, por që dua filloj dhe e mbroj Shqipërinë, edhe në të vërtetë po duam ndryshimin, do t'rregojmë realitetin botës. Po bota më mirë mos ta di se si jemi ne në të vërtetë. Se është në shturp. Ore, të gjithë popujt kështu janë, kanë probleme. Jo, më zemra, ne kena probleme të veçanta, por. Si për shembull? Nga ana politike, sociale, ku do. Po, më thuaj, çfarë të veçantë kemi ti që ke jetuar tashmë Gjermani, Itali, Itali. Po ja, po ta them shumë. Kozaku nuk mund ta ketë dot famshëm asnjë vend të botës. Të jetë i famshëm në rrjetet sociale. Nuk mundet dot të jetë. S'mundet se si ofron as lloj gjëje. E dyshoj këtë. Si dyshon? E dyshoj, domethënë plot realitete. Shiko, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë prodhuar Kim Kardashian për shkak. Po çfarë përfaqëson Kim Kardashian? Kim nuk arrin dot të japi dhunë Kimi. Kimi nxjerr b***ën edhe do t'rregoj një moment dhe aty në vajzave të reja që janë të bukuroshe, është ajo mund të frymëzoj golddiggerat, po golddigger kanë gjithë botën. Po nuk frymëzon dot urrëtitjen, s'po flas për Kozakun, po flas për median tonë apo TikTok apo rrjetet sociale që është një dhunë e vazhdueshme, a kupton? Unë jam ndonjë pjesë asaj dhunës, edhe pikërisht karakteri im i fortë është sepse unë ndryshe nga disa për shembull Blendi Fevziu për shembull që e marrin për komente, e shajnë edhe bëjnë edhe i lënë që ata të rrjedhin, unë ja kthej përgjigje kujdo me argumenta dhe me të sharë nëse meriton të shahet. Edhe nuk ja lejmë mbar askujt. Prandaj ata zotnit, a kupton, e ulin kokën te unë dhe bëjnë kujdes kur më flasin. Aq më tepër që unë përdor gjëra sociale, një këndvështrim nga ana ime, a kupton. Po pjesa e këndvështrimit tim nuk po është vetëm e imja, është qindra mira shqiptarëve që vuajnë një në rrugë, vuajnë një në situata, një në gjëra. Po ne jemi shumë të veçantë. Kesh kryetar bashkie Tirana në Burg, kryetar bashkie Durrësi në Burg. Kesh ministrat përfshirë, kemi deputetëve. Këto s'mundesh dot valla, nuk mundet dot të ketë dy Edi Rama, janë unik këta. 140 parlamentar janë unik. Në asnjë vend të botës nuk mundesh dot ta gjesh ti një njerëz dhe të bëj atë punë. Si TikToker si puna ime i bën 100, 200 i prodhon e gjen formën zëvendësojmin e kollaj. Nuk mundesh dot. Këtu Erion Velie 2 herë ta kesh, Ilir Metën 2 herë, Belinda Ballukun 2 herë. Kjo tregon që gjërat 300 herë mund ta kesh. Me 300 shtëpi po nuk mund ta kesh. Në fakt Erioni është akoma kryetar bashkie. Patjetër, është antikushtetuese, tha. Po është vërtet? Antikushtetuese është vjetër njerëzit vëllai, vjetër taktat e njerëzve. Ajo është antikushtetuese. Le të dalë një herë fajtor, pastaj ta. Po dali fajtor. Jemi çik demokrat. Ore po jo, po tamam, ore demokrat, po kur doli kjo historia e Trumpit. Demokraci selektive. Historia e Trumpit tani që bëri dhe këta atentate. Po ti ke Trumpin, a mund të ketë personazh më qeshërek se Trumpi? Po po inval, çelin moment Trumpi thotë, "Më votoni mua", thotë se unë do t'ju bëj me pasaportë europiane që ju të hikni. Trumpi flet për politikat e vendit. Do heqim emigrantët, do ngrejmë Amerikën, do rrisim industrinë, do rrisim fabrikat. Flet për vendin e vet Trumpi është i keq i tjerëve botës, po Trumpi për vendin e vet është mjeshtër. I kanë zgjidhur ato pasaportat. I ka zgjidhur kurse zotnia jon del thotë, "Më votoni mua", thotë edhe një herë. Si pasojë e Trumpit. Po jo, po më është pasojë e komunizmit. Ne kemi pasojë të komunizmit. Ne kemi komunizmin. Ora pëlqen shumë një shprehje në Eritan Lisha që thotë dikur s'na linin të iknim, tani s'na lën të rrim. Shumë shprehje bukur. Ki gati për të dytën i dash? Patjetër, pa puna.
Gati, morë vesh, qëta e para s'po ndjem mirë. pëlqeu? Po çati Jo, mos e nuk vin aq shumë progresivisht në ritëm. Ore më vjen se unë s'provoj fare pikantet. Unë s'kam fare në gjën time. Babi nga Dimra, mami nga Pranishti, tani S'kam pikant ata, mirë qingji. nuk janë në shtëpi, ëh? Na, këtë pëlqeu pastaj. Kjo është e mirë. Nuk e di kush e fut me masa të shoh. A largohet ndonjëherë Shqipëria? Nga njeriu, domethënë ti largohesh ose kur çdo mund të largohet. A largohet ndonjëherë ajo nga ne? Po. Po, është larguar nga ty? Jo nga unë, po është larguar nga shumë shqiptarë. Që ti ke sa duar që Mbas s'ka qenë kurrë aty. Ama parë sot se ti e njeh edhe Greqinë. Kanë shkuar 6 muaj në Greqi bën sikur flasin shqip, po. Lloqi plla. Unë mendoj se ky është i pari kryesori i shqiptar. Ama parë sot, më ky. Të shtiruri sikur nuk është shqiptar. Po patjetër më është. Në gjithë historinë tonë kështu kemi bërë ne ore. E gjitha për një pasaport. As për pasaport. Jo, s'është as për pasaport. Po çfarë është ama? Kanë turp. Fal pak. Mund të thuash që kemi turp nga historia jo, po ne kemi histori fantastike. Ne kemi degeneruar në 100 vjetën e fundit, po historia jonë është fantastike, shumë e bukur. Po, ka plot. Ke pafund që nga Iliria, po kemi pas mbretëresh, ke pas femër, Teutën. Sa si vend se ka pas në atë shekullit, në atë kohë, kesh një femër që të jetë forca e vendit, forca e kombit, a kupton? Se thon këto feministët sot. Nëse do të kesh ti je feministe, bëu Teut, mos u bëj ti Kim Kardashian. Teut, valla bëj forcë, bëj gjona vet me forcë, jo me bëf, si ç'po e bëjnë. Vërtet është fakt. Kemi nuk e di pse e bëjnë këta emigrantë që thua ti këta që e mohojnë. Duhet të kenë një vend të veçantë në ferr këta njerëz që mohojnë gjuhën e tyre. Ku ka ferr për ta ose. Ata janë parajs të gjithë. Mendon? Po parajs janë. Zoti do të gjithë. I do këta që Po. Se ne vetë ikim ferrë të tjerët. E më maksimum do jemi ata do rinë sipër se do kenë pasaportat huaj, do i bëj si grek, ai do bëj si italian, çao kom me vaj do najse. Do ta sjellni me shën. Do Pietri do ta flet shqiptisht. Do të un fol shqip, nanë motor, shqipti ma burzizja un. Çao i do të parlo io italiano, italiano vero i do. Ai edhe morë muhabeti. Si do ta gjin shqipet. Nuk e pranojnë shqipen thuan në Parajs? Nuk e di. Vështirë na. Është vështirë, Zoti ka bështyje që na thot neve ore vlla, tokën ju dha. Dashuri, vend, histori, juve 10 komplet. Si e meritoni juve Parajsën? Ju mos meritoni dot vendin tuaj, mos meritoni hyninë edhe pasurinë e bukur. Ka përshtypjen ferri do jetë pak a shumë siç është Shqipëria. Po ne vetëm edhe në ferr do gjejmë një formë, jo do bëjmë një lek, jo do fillojmë të çesin drog shqiptarë, gjeni një formë klandestine me shkon Parajs, e keni do gjeni mos ja qallin ne me skaf për Parajsë lajk. Ne jemi skile tek ti muhabeti. Interesante. Po patjetër. Interesante. Po ta mendosh. Ta mendosh as ferri sa mban. Po pra. O plus edhe Luciferi njerëz s'ka ketë as punë për të bërë ne. Po çfarë do bëjmë ne? I kanë këto i bëjmë vetë. Çfarë thua ti? Jo po këto. Ne i bëjmë vetë. Çfarë muhabeti po? Ne jemi demon në zemër. Ne jemi demon. Po mendon se ti mendon se ne kemi lind kështu apo mendon se na ka bërë diçka kështu? Pse jemi kështu? Ne kemi një atribut që se ka si vend tjetër të botës, që ne jemi shumë fort si individ. E duam familjen, edhe ne kemi një mundësi që neve ndryshojmë. Prandaj flasum për Shqipërinë, për shqiptarët, se ne ndryshojmë. Kërkesa e duash ti shqiptar, duke përfshirë edhe veten time. Ndryshe isha ai që isha në Shqipëri, i koduar për të shkatruar dhe shkova jashtë me forcat për të ndryshuar, dëshira për të ndryshuar dhe edhe në grupin e duhur shoqëror, mundesh të ndryshojmë. Ne kemi ndryshuar tashmë. Ti më njeh shumë mirë më përpara, tani e kam qetësuar veten, familja, e kemi mundësinë e bërë ta gjetur dashurinë, po vjen nga paraja. Kur ti bën lekun dhe je pavarur, ti fillon edhe mendon për mirë, fillon edhe mendon të gjesh dashurinë, të mendosh për dashurinë, mendosh për qetësinë. Dhe kur të markohet, ai vjen botë dhe ta parkon makinën dysh poshtë derës, a kupton? Ti atë qetësinë do ta përdunosh vëlla, se nuk arrin dot. Kështu që neve duhet të bëjmë të gjithë ata që parkojnë makina dysh, të gjithë ikin nga 3-4 vjet nëpër Europë, të punojnë, të mësohen, të shkodohen dhe pastaj të rikthehen në dheun tonë. Prandaj neve mësojmë këtë gjë. Kurse amerikanë, gjermanë këto nuk ndryshojnë. Shumë herë ti gjerman, un kam miq gjerman, shkojnë në Spanjë, bëjnë pushime, arrin nga një muaj. Ti i them, po rrini në Spanjë, është shumë bukur, është fantastike. Pse mundin rrin këtë vend që ka mallku Zoti edhe me këtë kohën ordinere, e kupton, debile komplet. Nuk mundet dot ai të ambientohet me një mezetar, me një ballkan. Nuk mundet dot nga koha, nga gjonat që kanë, duan ato gjona strikte, sa ata janë pak si me autizëm. Në veten e vet. Kanë ato spektrat e vogla të autizmit që mund ta gjesh për shembull dikën në 4 mëngjesit për shembull në shi, mes të natës në një rrugë në fshat që pret semaforin e kuq, kupton, ti je në kom. Ajo një spektri. Neve nuk ndej ti se apo do të kesh shqiptarit, kupton, e pa mund budallaj mund prezat, unë jam pa letra po do kaloj. Kështu që
Janë shumë gjëra, por që unë kam shumë besim që neve ndryshojmë, sepse ne jemi të zgjuar, nuk jemi budalli. Pavarësisht se neve asnjëri nga ne nuk lexon libra më, ta mendosh që një popull që nuk lexon libra është shumë dinak për gjetur forma. E po, sa shpreh që thotë ki kujdes nga ai që ka lexuar vetëm një libër. Kështu jemi në shqiptarët. Ata patjetër. Por sa ritëm ke në të folur, nuk të ndjek dot. Si e ndjek ti veten një herë? Ndjek me demona dhe unë, me vete. Një nga ata demona do jem unë, të kujtoj. Si ka qenë fillimi në Gjermani për ty? Ti e larguar në 2020-ën? Fillim 2021. 2021-shin. Ndërkohë, unë di që ti ke pas një karrierë, që të kthehemi që bëjmë një retrospektiv vogël, ke pas një karrierë, ke qenë pjesë e një grupi rock, nëse mund ta thojmë, me grupin Lix, po, rock, progressive rock, çik ta homë, jo rockun. Atëherë ke qenë baterist, ne më mend takimi jonë i parë ka qenë 2013 nëse s'gaboj, në një emision radio në mëngjes në Kiss FM. Dhe që atëherë të maj mend në jetën e natës vërdall, në për koncerte, në për lokale, dhe kur të kam ritakuar dhe pash që kishe një objektiv për të mësuar tatun, thash po ky çpati, ç'e që nise nga bateria gjithë ato vite tek tatuja. Është një arsye që des syt. Po, me pikantën. Patjetër më thonë të çajm tash. Është një arsye pse po bën kaq shumë podcast i nderuar. Sepse thash, tu ka dritë për të bërë para, bojnë lekët, e bojnë gjitha problemet e neve. Atë ta kisha provuar dhe unë, po pse të shkoj ty? Më shkoj sepse s'kisha asgjë për të humbur në kohën, u ktheva në një person negativ për veten time, u ktheva në një person që doja vetëm të ndiqja paran, është shumë e rëndësishme për mu leku, dhe në mënyrë që zakonisht kur ti do të ndjek paran vjen bashkë me një libër ajo, po zakonisht është libri i kodit penal. Kështu që nuk duhet të ndiqja me kodin penal, edhe është libri nanash, edhe thash mos bëj diçka më të bukur me letrën, dhe unë e kisha nga familja, talentin, artin, për vizatim, për muzikë, kanë qenë të lidhura bashkë me njëra tjetrën. Tani kam gjetur pak edhe veten te pjesa aktrimit, që është shumë interesante për mua se kam qenë çi i vogël e kam pas dashuruar. Edhe ju futa me idenë se mund kisha talent, dhe duke qenë se unë jam me veten time kam një farë autokritike, mundem ta kontrolloj veten time ku po ja fus për shembull trapit, nuk do më gjesh në njëri ti mua për shembull tek The Voice of America duke stonuar si budalla se më ka thënë plaga që dik në bukur, kupton? Kështu që unë kam autokritikën, bëra kontrollin, thash mund ta bëj këtë gjë, mund ja jap vetes, dhe kur mora konfirmimin nga vetja, thash unë jam për all in, o do ta bëj, unë do vdes. Edhe kështu e kam, fatikisht me çdo gjë në jetë. O do ta bëj ose do lej. Të multitalentuar je ti, multitalentuar, sidomos te karti i zoti shumë. Që nga ajo pastaj më mend fillimet e tua në tatu, nuk ma prisë mendja që mund të arrije këto nivele dhe për këtë prap të komplimentoj. Dhe pastaj vendose të largohesh Gjermani si shumë shqiptarë të tjerë. Fillimet besoj duhet të kenë qenë vështira. Ti the, s'ke pas dokumenta 4 vite. Po 4 vite, patjetër, neve nuk na duan. Neve na duan që neve të sklavërohemi për ata. Punim ndërtim, punim në punë të rënda. Po u japin dokumenta atyre të tjerëve. Duan sklavëri, patjetër, sepse ne jemi të fundit në pjesën e zinxhirit. Po pse na kanë lënë shqiptarët? Po sepse ne jemi ai mafiozi, ai kriminali, ai që vret vllajin, ai që vret kushurinë. A di ti pse na ka frikë neve Gjermani apo bota? Çka do të thotë se ka frikë ai sepse neve vrasim ata? Fal, sa shqiptar vrasin Gjerman? Vrasin italian, sa shqiptar, shef gjondit e lajmet që shqiptari vrau Gjermanin, shqiptari të hanë mutin. Atje, edhe kur e shahin Gjermani i kthen kokën, se thotë se ka letra i thotë do na kthejnë mbrapsht. E ul kokën përpara Gjermanit. Po nëse ai tjetri është shqiptar, është gjaku vet, kushuriri vet, robi vet, ai është makabër. Ai nuk e njeh mbrapsht ndjetrën, nuk e njeh fare ndjetrën. Ai do të shkojë deri në fund, do ta bëj dhe me kanun, do ta bëj dhe me gjak, do ta bëj me çdo gjë. Prandaj ata na kanë frikë sepse ne vrasim njëri tjetrin i dashur. Prandaj kanë frikë botat te ne, se thot një popull që vret njëri tjetrin, ne vënë se çfarë na bën neve. Që kjo është Gjermania, kjo është impakti i parë që ti përplasesh kur ti shkon në Europë. Nuk ka rëndësi çfarë, ai artist apo në ndërtim apo në me çdo gjë. Që do punosh se nuk mundemi do t'i gjykojmë ata që bëjnë punë të pistore, se ata kanë kaluar po një jetë vështirë, që është politika jon, po nuk dua t'i kthehem pra muhabeti politikës se ne dim shumë mirë. Një mungesë mbështetje të vazhdueshme që nga sistemi arsimor dhe deri tek jetesa kanibalike që kemi neve këtu. Dhe kur ti shkon jashtë, ti përplasesh me këtë mentalitet për ty. Dhe ti do ta ç'bësh këtë mentaliteti që të shkosh te gjëja jote. Dhe në vendin që ata shikojnë që ti
ke për të dhënë, ata të marrin nga dora dhe të ndihmojnë. Prandaj edhe te pjesa tatuazhe më kanë ndihmuar shumë. Kam bashkëpunuar me artista shqiptarët nuk më hapnin telefonin. I kërkoja një nder, një favor përveç një djali nga Shkodra, Ninon, që do ta përshëndes. Të tjerët nuk më hapnin as telefonin për të më dhënë një këshill. Që fundit unë ajo më duhet atë një fjalë goje. Se s'bëjmë ne për njëri tjetrin. Absolutisht që s'bën. Ne të vinte Gjermani, kam unë mesazhe në telefon. Kur vin huajt Shqipëri ore, i presin, gjithë thonë të njëjtat përshtypje për ne, sa mikpritës janë shqiptarë, sa të mirë janë shqiptarë. Inferioritet vlla. Thjesht inferioritet. Inferior vlla kaq është ai huaj. Po ti je i huaj më çfarë zakoni? Ku kemi zakon ne vlla? Ne kemi zakon tek njëri tjetri. Po ti po s'kemë veten tënde, si do të kesh ti zakon me tjetrin. Ty të parkon makinën dysh tjetri. Po është shqiptar, do ta shash, do ta bësh dhe do vritesh. Po është, dakord jam, po ti je gjermanaj. I thua në shulti gumbi le zja thua dhe në gjuhën e vet. E kenen, e thon pa e se gjermon kë s'e smer vesh. A kupton? Mami, ajo është mirë kuptim tani. Mi cili mirë kuptim, po ti pse se bën jashtë atë lloj mirë kuptimi? Po ti vetëm vendin tënd. Shqiptarin e rregullojnë. E rregullon, patjetër. Me thika. Edhe unë avokatin e djallit ore po. Po ore dakord, un jam shumë dakord që të mbrojmë njëri tjetrin, se unë nuk është qëllimi im. Kjo është e katërta. Shqiptari është individualist apo kolektivist? Po të ishim kolektivist neve dhe ishim si puna e çifutëve. Më lart. Më lart çifutët. Kishim neve 8% të unitetit të tyre. Bota ishte jona. Me forcën që kemi, ne jemi agresiv. Atë që i bëri Gjermani çifutët i sa bën dot shqiptarit. Në botë. Ti thua që ti shqiptarit merret trupin e fëmijës tënd dhe futen në furr, shqiptari bën kamikazë valla, direkt për familje. Ti sa bën dot? Në fakt po. Sa bën dot? Vetëm një rrallë që ti mund të bësh është çifuti, sepse ata kanë shumë unitet dhe janë totalisht të vdekur, ku janë vetëm si individ. Ne? E kundër ta. Ore, pse jemi kështu siç jemi? Claudio, plaka, pyet plakën. Që kam nga Vlora. Po plaka ka. Shikoj plaka thotë se kështu na do qefi, po e thotë në një lloj forme tjetër. Kemi vrimën ndaj gjoks. Jo, a mendon se kemi qenë gjithmonë kështu në shqiptarët? Apo mendon se për shembull jemi thjesht një pasojë? Do të thotë është ajo teoria më e përhapur që thonë, shiko, ne jemi kështu siç jemi sepse komunizmi, kupton? Po komunizmin pse e pranuam ne ndryshe nga gjithë tjerët? Pse pranuam një diktator për 45 vjet? Pse nuk e rrëzuam sistemin? Pse nuk u revoltuam ndaj sistemit? Po sepse kemi pasur shumë. Pra ishin dhe para komunizmit do të thotë? Po është ishte që fillojnë që nga Turqia, më që me otomanët. Me otomanët e kemi? Më nga ata e kemi. Otomanët kishin edhe grek më? Ata na dhanë stanën. Edhe grekët kishin otoman. Po grekët bën gjëra që neve nuk i bëm. Neve ju dolëm dhe kundër. Se greku u bë dhe pjesë e tyre në ca vende. Kurse neve neve tentuam të dilim kundër, që me kastriote, me gjesh kastriote, neve treguam 25 vjet që neve të kthehemi mbrapa valla. Ore, ke vënë re që ka njerëz që të etiketoj, po ka njerëz që nuk e njohin as hero Skënderbeun. Patjetër. Kemi përfunduar. Patjetër, po se kemi armish brenda vetes. Kemi tradhtar. Shqipëria ka pas tradhtar ka 700 vjet. Edhe 700 vjet edhe përpara, edhe një seri përpara. Çdo popull ka. Çdo popull ka tradhtar, po trafik kolektive? Tek ne, po ka mos neve bëhemi kolektiv për të. Po neve aktualisht kemi librin e KGB-s nga rusi. Neve ajo libri që bëri Enveri nuk ishte libri i Enverit, më e mori nga tjetri. Kjo funksionon, tha, bëjmë terror në popull dhe i marrim forcën. Ata vazhdon, edhe këta që janë sot, çka kujton se janë ti këta. Këta kanë lexuar po të njëjtin libër. Këta të gjithë vinë nga spermatit, zotnis, që vdiq. Shqiptarët, ai vdiq 85-ën, shqiptarët i qanë edhe 5 vjet mbrapa. Edhe ai, edhe bullgari, e romuni, e vran tyren. I brava, i bashkë me gruan, i vrau mes televizionit. Neve vdiq nga mosha dhe bëjnë këta tana dalin gjyshit. Ne vran, mallkime. Bëjnë gjyshit sikur demokracie. Po çfarë ai vdiq 76 vjeç o vëllai. 76 vjeç. Po 76 vjeç. Po ta mon gjuni baj po ishte. Po ai s'ka kushte që ka hospitalore. Plus se nuk ishte nga ato kohë. 76 vjeç ishte shumë. Jo na mos më shikosh, se ke bërë 70-at. Mos e shikoj që duket i ka. Po nuk është Tropojan ai, prandaj ishte nga Gjorgastra. Prandaj vdiq 76. Ky tjetër për shkak nuk vdes. Jo, ky s'bet fjalë. Ky është pa vdekshëm. Ky nuk vet fjalë. Mendoj se do t'i kap të paktën 98. Ai do ta varrosi të gjithë. Ky edhe ky gjati, do jemi bashkë ata prap. Me një tjetër, po patjetër. Mendoj se do t'i kapi 100 vjet. Po patjetër, nuk e di çfarë. Ky Tropojës më duket më i shëndetshëm, mendoj se do jetoj më gjatë. Patjetër mos ai s'ka pirë drogë, si puna ky tjetër. Ka pirë drogë? Po ky jo. Ai ndonjë pinë dhe ujë. Ndonjë lag fytin. Në gjë, çfarë do vllai? Si e përballon, po direkt pas spesës, si e përballon të komentet më burr? Sektori komenteve është çmenduri ti ma përmendë pak më parë, po aty unë ndonjëherë dhe kam hap
edhe kur ke këto video dhe internacionale, për shembull aty kërcet një luftë e madhe. Jo komentojnë serb, jo komentojnë grek, jo komentojnë Kosova është Shqipëri etj. Me radhë. Si e përballon në plak? Po, për shembull në këto lloj situatash, cila ishte kjo këtu? Okej. Në këto lloj situatë më thashë deri në fund neve do shkrim muhabeti. Edhe unë atë slot normalizohet. Do qajt e shtëpia, po këtu jo. Sa ka patë lloj satisfaksion. Më ngel. Po pse mor djalë, unë më të ishim shok. Shok jemi ne. Po s'm lëm plaka, s'm pranon plakat e shtëpia. Ashtu? Të nxjerr dy në rrugë që të qash po gruaja pastaj. Imagjinon çfarë thotë gruaja, çfarë burri ka marrë labe dhe gruan. Jo, e kam nga skrapari, kështu që. Oh, më keq. Nëse ama pa zot. Se më keq, i fosimi teke Raki Mrapa dhe zgjidhi muhabetin. Tani edhe njëri të pyete se më trash. Ore si ja del me po kollaj më bëjmë pjesë të tyre, i shaj mbrapsht. Dal, me video të tëra që i shaj dhe i them që ti je këtu për këtë arsye se jap dhe me argumenta. Nuk shaj kështu si budalla. Shaj me argumenta, me fakte dhe ku po drejtohesh ti. Prandaj te unë bëjnë shumë kujdes njerëzit. Ndonjëherë ndonjëri që mund dalë kështu skiç, anik dhe i kthehem dhe në privat pastaj, se unë jam dhe inboxit, se unë jam shumë rrugë. Unë kur mora Gjermaninë 4 vjet me familje, me dhunë dhe me sherr për t'ia dal, kujton se një spurdhjak do dalë bëjmë gangun në rrjetet sociale, e kthehem personale brenda. Ora, mendon se Europa po ikën për lesh? Ta i mallkuan shqiptarët kur i shkuan vitet 90, edhe përqafuan arabët, e përqafuan afrikanët, e përqafuan lloj si racash. Dhe sigurisht që këto lloj racash, ta kesh parasysh ti, nuk është se problemi vjen nga tani, nga ky brez, siç mund ta mendosh ti. Problemi vjen nga një moment tjetër. Problemi është i brezëve viteve 70-80. Ata që shkuan vitet 70-80, ata u integruan. U bën pjesë e vendit, gjua, shkollimi, u bën gjerman. Fëmijët atyre, për shembull turqit për shembull në Gjermani, se turqit e kanë zaptuar Gjermaninë, nuk janë brezi që ka ardhur tani. Janë fëmijët atyre që kanë ekzistuar atje. Po sepse nuk duan punojnë o vlla. Nuk duan punojnë, më thjesht janë duan parazit, duan marrin lek nga shteti, shkon te job center, se janë gjithë me pasaporta, se ata Gjermani, po ku ti ty Gjermani të shkosh ti për shkak ti të përfitosh prej shtetit, po mos kesh letra që ai s'ka çfarë të bëj. Se pasaporta të mban ty. Se po të kesh një kështu kartë identifikimi kështu një gatoj 6 muajsh 3 vjeçarsh këto, kishin pjerdh me kot çunat. Po aty ai nuk të prezent dot sepse quhen antikushtetuese. Një libër që këta tanët nuk e njohin. Kështu që ai aty e mban, aty e mbron edhe detyrohet që të mësoj, por nuk duan të mësojnë. Duan të përdhunojnë, duan të vrasin, duan të rrihen, duan të sjellin ligje që nuk i takojnë fare një vendi demokratik. Disa mqifen edhe tek petku i Islamit, sepse Islami është një fe fantastike. Si libër, si Kur'an. Unë jam musliman vet. Unë jam Rei Sulejmani. Unë mbaj kryqin në çantë, sepse gjithashtu feja muslimane dhe katolike vijnë bashkë. Nuk vijnë veç e veç. Isai për muslimanët, Jezus për katolikët, bir Zotit e muslimanët, bir Zotit e katolikët. Kush problemi si mundesh luftosh ti në emër Zotit? Hajde përdonojmë ne tani në emër dashurisë. Të duan ty dhe të të fus një. Kështu që ky është fjalë, në mendin që ti e kthen në sekt, është politik. Ti po e kthen në sekt, po e kthen mashtrim dhe në politik, sepse asnjë njeri nuk mundet dot që luftojë në emër të Zotit apo të përdhosi vendin e tjetrit që po i hap derën dhe po i jep bukën. Kështu që nuk janë besimtar, janë vetëm një kulturë e ndyrë arabe që janë bërë për të thjesht ne jemi ndryshe, ata janë ndryshe. Ne kemi një ngjyrë kafe, ju keni një ngjyrë të bardhë, ne sulmojmë juve, neve Europa. Kjo është, por nuk shoh se luftë është thjesht dëshira e Europës për t'u asimiluar. E shoh nga politika ato që më duket se vetë këta duan që të bëhet kjo lloj gjëje, ose si justifikim për t'i djegur të gjithë, se janë shumë fort. Se turku mund ketë në një thik, po gjermanët kanë drone, kanë raketa, kanë bomba. Kështu që sigurisht, kanë para. Nëse duan ata asimilojnë këtë problem ndaj javës. Po jam i sigurt që Europa ose po ja bëjnë që njerëzit të krijojnë atë mllefin dhe të sjellin edhe një herë atë austriakun e famshëm piktor në një shembull ndryshe. Atë të famshmin, se po ta them pastaj ankohesh ti që mos e thuaj. Se të bie vjeshmëria. Mos e thuaj, po prandaj, unë dorën. Kështu që po mbra mikrofoni jon. Çfarë bëre kështu, çan këto energji negative. Sigurisht, po e përmend atë po i ngjallën. Pa i thënë emrin. Po ja the emrin, unë i ngjall. Hajde, digjemi prapë. Hajde digjemi. Po më jepi burse që ke marrun fare. Çaj emision është kjo, ti the pikante që janë mesina të gjitha. Ku par zonë. Kështu bën gjithmonë ky? Kështu bën gjithmonë, ëh? Dhe në vdekje.
E bëm shumë serioz. Po, serioze bre. Më fal. Të vendjes, nuk e di pse. Bëj si të duash, më. Nuk ka. Jo, Do që vesh? normalisht do doja që të s'më djeg gjë mua valla. Normalisht që unë do doja që ta bëhet çik më Sa humor. kontra. Po do Sa thash. se dër, je se dër. Lotin se nxjerrën. Po nxorë lot, kujdes. Po s'ka shansi në botër. Mo fillon. Po nxora lot nga këtu, unë direkt bëjmë gay nesër. Direkt them grua si ikën valla. Të marr njërin të ndajmë Qiran 50-50. Luajmë dhe kalçeto her pas here. Direkt ai është burri po nxori lotin, çfarë problemi ka? Hajde se nxjerr unë për ty. Nxjerrë Ose kam vetë. problem, mua më pranojnë në shtëpi. O kam pranoj. Vështirë kam. E pive gjikuj? O e kam nga etja, jo se më dogji. Shimore, ta se dre kamore, është e dërlim madh. Vazhdo. Dakor. Mirë, do të bëj pyetjen më klasike të mundshme në botë. A nuk e meriton një popull këtë qeveri që ka? Plesh tam po, e meritojnë. Plesh të meritojnë? Plesh po, e meritojnë plotësisht. Pse Se s'kan vetëm bërë asnjë gjë. Ata për ndryshuar asnjë gjë. Brezi prindërve tanë, po. S'kan folur, as kanë bërë. E pritën që të vdiste diktatori, dhe i çan 5 vjet mbrapa. Mund ta toleroj deri te pritja e vdekjes të diktatorit. Po pse mund të ne çan 5 vjet, valla? Për çfarë i çanti mbrapa? Të mori jetën, të mori fëmijën, të mori çdo lloj gjëje. Ata se meritojnë asnjë lloj gjëje. Ata meritojnë të vdesin pa ujë, pa drita, pa ujë, siç janë. Fëmijët i kanë në përbot ata dhe luajnë domino. Edhe thot po pse ne do luftojmë po ai me shkopin atje me bastunin tek liçeni. Vajzën e ka në Gjermani, nipin e ka në Francë. To kalamajt e tjerë kanë nëpër Amerikë. Edhe merr telefonin thotë, "Keqen gjyshi. Do votosh çike diramën thotë. Ka ardhur kjo këtu poshtë, mbesa e filan fistekut, e mondit që ka të qenin e bardh që mban këtu atje, do të filloj një punkt të ujësjell, si kërkon vota. Hajde na votoni pak." Është ata meritojnë këtë gjë. Thonë drejt. Apo jo, është drejt. Ore, do të freskohesh çik. Patjetër. Çfarë do na japësh? Ti jap një shumë me nikotinë tha. Është e papar kështu për këta që s'duan të pinë cigare. Okej. Urdhëro. E vë poshtë asaj. Dakor. Ë. Ku ta vëmë? Okej. Vjen kesë është e parë që është. Okej. Interesante. Të freskon, ë? Është shumë eukalipt. Po më mirë se të pish duhan, vishera qen, patjetër, është pa diskutueshme. Po, patjetër. Po nuk flas dot me këtë negocië, e kam para herë të parë. Si më mësuan bëjmë gjë, do pakon neve çdo gjë. Absolutisht më praktika në ditë. Patjetër. Kam një kështu, po direkt pas ku jemi jono? Te shtata? Maskara. Hajde. 11 patate. 9 8 7. A kënoj qero do. Në rastit të tilla ta shpërblefsha. Fantastik. Me vdekje. Unë do vit ma bësh një tatuar, një do ta kem një tatu prej teje. Patjetër. Këtu vi dhe e bëjmë. Kam një, do ma bësh live? Po pse jo? Ne bëjmë. Kam një rubrikë për ty kush e ka fajin. Okej. Në makinë, ose më saktë një makinë me një njeri ndalon mes rrugës vetëm 2 minuta. Kush e ka fajin? Makina. Një person merr punë sepse e ka mik. Pas sa kohësh se ka më as mik, s'ka më as punë. Kush e ka fajin? Edi Rama. Ankohen që s'kan kohë në kafe. Kush e ka fajin? Kafe. Vjen ta prish pasi ke paguar 9 dorë. Kush e ka fajin? Leku. Të ndalon ty me Golf 4, po jo atë me 4matik. Kush e ka fajin? Parë zotin me Golf 4 në 2006. Kush e ka fajin? Ka ai që s'del bëj në i lek tamam, blej makinë për smart. Ore kritik jo, po s'ka të mundësi. Po vazhdoj, po ik edhe po dil në autobus, dil në këmbë mirë, del me Golf 4. Hedh fishek zjarën 12 për të festuar datëlindjen, kush e ka fajin? Ditlinja ai që u shartua. Seksi vëllai. Mungesa masave mbrojtëse. Mungë patjetër. S'ka gjë se dua faturën, kush e ka fajin? Kamariri. Qiras tavolinën me lekët e fundit, kush e ka fajin? Gruaja që ka lënë dal jashtë. S'paguan se është VIP, kush e ka fajin? Ai budallaj që VIP-in në vend që ti kërkoj më shumë para, ti thotë ke falas. 30 minuta me vonesë, kush e ka fajin? Ti. Mbaron punë me mik, pastaj fajson sistemin, kush e ka fajin? Unë. Plot mira euro katror, metri katror, që thashon, plot mira euro, metri katror, i shtëpis, kush e ka fajin? Droga.
Me selera që është Shqipëria, kush e ka fajin? Edi Rama, Edi Rama, Berisha, Ilir Meta, Rion Veliaj, të gjithë me radhë. Po kush i voton këta? Kush i nxjerr? Nuk i nxjerrim ne? Po që nxjerrim ne, patjetër që nxjerrim ne, po ne jemi 180.000 janë vetëm në punës publik. Çdo në punës publik ka familjar, të gjithë familjarët me në punës publik bëjnë pjesën e 1 milion personave që votojnë sot këtu. Edhe të tjerë që luajnë domino, xhaja, këto njerëzit e tjerë, e tjerë. E gjithë tjerët pastaj që nuk votojnë ose që kanë ikur. Tjerë që s'votojnë. Sa kemi ngel në realisht mendon ore? 500.000. Ja, si, po 1 milion i njoh fund vetëm. 1 milion i kam parë unë valla. Edhe pa letra po flasun. Po jashtë pa letra i ke 1 milion. Ku të duash ti? Ç'a thua? Ku kanë ngelur? Këtu kanë ngelur, kanë filluar vind palestinez tani. Vin kështu, jo, filipinez. Sëri Po, filipinez, indian këtu, ne pa. Po no janë patjetër se sot jemi ne kokë të budallime, ata janë pa parë. Po shpëtim janë, po pse? Po janë shpëtim, kush do t'i bëj punën, por shqiptari nuk do të mund. Po rris rrogat valla, vjen një spital për smari do kthehen ata, ke sa duhesh. Do kthehen vetëm po rregullosh spitalet. Po mirë, mo ja këto shtete perëndimit valla. Pse janë vuajnë nga i shumë për krah punë o burr? Se po ai vuan për krah punë se ai ka shpikur inteligjencën artificiale, ai ka shpikur makinerit, llogarit. Ai bën gjë, ai nuk do të bëj gjërat e duar e krahut sepse ai ka shpikur, ai lexon librin, që ai të bëj gjëra me jetën. Ma kupton, akoma shqiptarët shohin burrin e botës për krahu me peshkaqenin edhe thotë ç'a bën Perëndia, kupton? Se kuptoi që është o vlla është ai më burr, ç'a është ai thotë. Kush është ky thotë? Ai. Kush është ky ai që bën këtë gjë? Po ne po flasim valla. Më ka qenë Belea me këtë muhabetin ose na bëjnë share familjare, na dërgojnë çfarë na dërgojnë. Është si kërcen Rama thotë me Berishën vals, kupton? Po është ai më i them unë. Ë? Jo, po ç'a, more më çon plaga me qenë valla, më çon kështu qenë, e ke dhënë që dalin shumë para fëmijëve që bën. Ato duket plotësisht që është ai, se qeni ka 5 këmbë ca raste, ke ide të këmbë. Jo, ka ca që janë të realizuara shumë mirë, po prap tani së fundmi po. Po prap po nuk mundet Luani për shembull futet kasollet, kapi qinjin për shembull dhe të kërcejë. Edhe të bëj muhabetet luaj domino, ku ne ka vështirë me thonë. Nëse po ç'a ndodhe Perëndia në Kinë ore, ç'a ndodh në Kinë, kupton? Kinezët po kanë nga këto, kinez, japonez, Azi, zakonisht ndodhin gjërat në Azi. Te teta, po ky s'është ç'a thuat, shkojnë te teta, e ke marrë vetë? Shon që në dag, un 8, 9 thash un vëllajte. Un bëra thashë që jam nga Vlora dhe nga Dibra, i vi un po të dal rrugëve pastaj nuk do më mbaj më njerëz, më ndjej. Ore, sa i mirë paguar është profesioni tatuartist në për vëlosh? Është një nga profesionet. Është profesionet më të paguara. Ku ti ta bësh mirë. Sa mund marrë një tatuartist në Gjermani? Nuk po flas për ty, një mesatarisht. Mua bëhet pyetje shqiptare, sa merrni? Shqiptare unë gjatë bëj. Një seancë mund filloj nga 1 mijë euro, edhe mund shkojë deri në 3-4. Një seancë. Një seancë, po flasim. Më një krah për shembull sa do? Një krah për shembull shkon nga 4.500, 5.000, mund shkojë deri në 10 apo 12.000. Ka të bëjë kur është artisti, fama etj. Paguhen ata, vëlla, për artin. Ne edhe paguajmë te makineta, në darge, atje paguajmë tek Dasma Dajos, Nipi Dajos, që idhim lekët, paguajmë për bundervillat e blogut. Kemi ikur, si jetojmë, skemi njëra tjetra, kafet plot, Instagrami post. Po kafja bësh 700 lekë par zotin. 700 lekë të argjosh 700 lekë ti. Macchiato ujë pa gaz. Të argjosh 700 lekë ti, apo 1200 lekë. Dhe të argjosh 4 orë nga jeta jote jashtë në rrugë, po vetëm në Shqipëri mundesh për ta bërë atë gjë. Ti në Gjermani po dole po të ikën 50 kështu direkt, pa e parë fare. Po dole të hash diçka do të ikën 100-150. Po nuk e kam aty më, nuk e kam tek kafja të 700 lekë, e kam. Ore po shko fundjavë, ore jam full vëlla. A nuk e di. Është për ne për shembull kush jeton jashtë për shembull shef këta, joshe, po këta do dalin për ditë. Po gjithë me lek borxh janë pjesa më e madhe, ose që vin nga jashtë edhe mbajnë këta që janë këtu. Vin nga jashtë, punon ai për shembull i futet punës do gjithë vitin, edhe ato që ka kursyer anash në vend i hedhin në investim, mban kokrat këtej, mban shokët, mban femrat apo të heq atë frustrimin që ka pasur gjithë vitin, shkon edhe heq në blok. Ora do kthehesh më njëherë këtu? Në Shqipëri. Spitalet. Bëj spitalet ti. Siguro ushimet, unë vi nesër. Hajdo spitale. Po hajmë se ç'a mund të nduam neve nga jeta. Flutra, ç'a si thaj atëherë. Amerikën nuk e dua më. Unë mund ta bëj shumë i punën që kam, të rri në vendin tim dhe të lëviz, sigurisht unë jam artist. Po tani ç'e në Itali. Se ti ishe në Gjermani ishe mirë e bukur, Itali.
Se mos në del kokra e lotit. Po për lot nuk më shefa, po maksimumi do 10. Do më dalin po 5 zjarë këtu mbrapa. Është zhveshur nga nuk duket kamera, po është pa pantallona. Pa pantallona jam gati se s'mbajmë kemi as mosh më. Nuk kemi mosh ne të dalim këtu në për intervista me brek tash. Çi edhe një pyetje? Nuk pyeta gjë. Po bëni një pyetje. Po bëni një pyetje pra. Ore, çnejke them nga Gjermania që thesh aq mirë strukturuar, shkon në Itali që është një shtet që nuk është se ka atë standardin. Dëgjorin, varet se çfarë bën jetë. Kur i them shqiptarëve, shko në Gjermani, provojnë, ke një fëmijë të vogël, ke diçka, je djalë punëtor, shko provoj Gjermaninë. Sepse do të siguroj disa gjëra që Shqipëria fatkeqësisht vendi jon, prej politikës nuk t'i ofron dot. Spitalin, një shkollë të mirë, një siguri, po pra gjëra të bazë. Po pse bazë. jeni në Itali? Italia ishte sepse më dha mund na respektojnë çik më shumë ata Pepinot andej. Na edhe po, na trajtojnë më si qenie njerëzore. Se gjermanët? Se gjermanët, patjetër. A kishte racizëm Gjermani se dëgjoj shpesh për shembull shumë që ikin? Dash që ti më duket sigurisht shumë i sinqert më valla. Në gjërat që thua. Pra do të pyes. Varet çfarë bën. Nëse ti do mbash marsupin këtu, do ecësh përpara hegemonin të lloj forme, e ke të sigurt që ti do diskriminohesh. Do diskriminohesh. Kush është ai çuni të lutem që thoni shkon punoni më Ja, ai për shembull Gladbaku, për shembull, ai ka gjetë vlerën në Gjermani. Ai vjen i rrot për shembull. Mund të sistemin, a kupton ka thënë Matrixin ai. Punim ne si shkalla nga mjezim darkë, vjen lodha dje, pse punoni juve atë. Ti ve vetëm dyshim, po vetëm mos ka të drejtë, a kupton. Tani jo po karrierë, jo po buk ai buk ne. Ai është me letra valla. Ai pi në han 10, atë pi më han 10 dhe ne valla. Jo po i shik banja me bukur, i shik banja me mirë, kjo është të kokën tonë. Çfarë, kush është ky njeriu një? Çfarë bën me? Dinë ke ndonjë informacion me që ai është Matrixi valla vet. Ai është Neo, ai fluturon darkë. Ai vetë syzet. Ai është ai që është i zgjuar, ai që i persekutuar nga njerëzit. Ora se ka vështirë se kanë rrata akoma. Po çfarë ai po ka të drejtë. Ne të vjen i nat, po ai ka të drejtë, e Ore, jam shumë dakord të përshëndes kudo që ndodhesh vëlla, unë jam fani më i madh Gladbach quhet. Jam fan si më i madh aty djalë. Po unë e ndjej veten 100% nga ajo. Si një djalë punëtor, si një djalë punëtor që je më habit që ti je fan si i. Jam fan si madh. Jam sa, ore, e adhuroj se ore njeriu çfarë për kë je fans? Je fans për një lloj personaliteti i cili bën diçka që ti se bën dot. Mi pa dakord, po unë jam fans, unë jam aty tani flasim. Por pse bësh prapë seriozisht? Jo, po unë po më se unë se hedh do të posh atë djalin që ka marr familjen edhe punon 12 orë më të skelave. Po sigurisht nuk e bëj dot unë, edhe shoh këto rrota i thot këtij po ti budalla ato që punon, na kupton? Është e pamundur, e kuptoj këtë. Për jetën e vet do jam këtë në rregull, po nuk mundem do të jap një atribut, se unë atributin do ja jap punëtorit. Ja, jam dakord me 100%. Unë jam ai lloj kategorie njeriu. Pastaj s'është rrota ai që punon 12 orë, më kush e ka fajin. Pastaj edhe mua tjetër. Edhe unë orën 6 çohem, edhe mbyll në 9 darkës. Ja jam çuar në 6 sot, sa jemi në 9 darkës. Edhe vazhdoj punoj, kuptoj. Kupton, po prapse Gjermani vëlla. Po nuk, shiko, ore, në fund ditës jeta është edhe vendi ku jeton, ai afër prindërve tu, ai afër ca gjërave që nuk do doja. Shiko, ky shtet bën gjithçka është e mundur që të na largojë, Edhe do një dosë të jashtëzakonshme durimi dhe idealizmi që të qëndrosh në këtë realitet. Unë nuk them që jam më patriot apo më pak patriot se dikush që ikën. Se në fund ditës e kam dëgjuar këtë. Edhe e thonë shumë njerëz që ja ti u largove, nuk po flas vetëm për ty, po flas për shumë njerëz që kam dëgjuar që thonë për njerëz tjerë, që ja ata u larguan, pse s'rin këtu. Ndërkohë që duhet kujtuar që ata janë një ndër bazat kryesore ekonomike të Shqipërisë për të mbijetuar. Remitancat, kontributi tyre financiar, mënyra se si kanë përfaqësuar pjesa më e madhe e tyre në Shqipëri, se sigurisht mund të përmendim Drut, Shtremër, Plot, po pjesa më e madhe e tyre kanë përfaqësuar maksimalisht Shqipërinë, kanë suportuar shtetin e tyre, vinë blejnë në Shqipëri, vinë bëjnë pushime në Shqipëri, dhe në fund ditës Shqipëria nuk ka dhënë asgjë. Kush është tatuazhi më i çuditshëm që ke bërë? Më çuditshëm? Atë kanë kërkuar në jenë kështu. Po, jam në kushtet që ti refuzon. Jam të refuzim. Po, kanë kërkuar. Po më budallëka sa dushmë. Ke do ligjonash. Biles edhe këtu në Tiranë ishte njëri që donte të bënte atë të sniperit në vrim të Po, këtu në Tiranë. Ka çat kanë kërkuar? Në vrim të Bythës.
një simbol sniperit, një do të sniperit. Se kishin hallën njëri se mos ngatronte vrimën, ja fuzën kërtizë. Burrë vëlla, edhe ky personi bilës, ky personi ka punuar në bashki deri para një ka mund tani. Gamon. Çka këto informacion? Sa informacion unë këtë se bëra. Jo, më thuaj. Pse? Si pse? Çfarë ka? Unë po të bëj atë për të gjëra të tjera pastaj. Ajo neve tu e mbajmë veten tonë, vëlla, deri këtu se bëjmë se pastaj. O vëlla, po është profesionale, po si thua një mjeku tani, më bëj kolonoskopi thua, nuk tani unë. Jo më zemra mund të kisha shu isha bo doktor, kisha shat rapin din TikTok e din video të zjetën e be këto, isha bo doktor atje dhe marrosha punë e mia. Orarin zyrtar kisha rregulluar. Që jo, nuk është. Nuk e bën mirë, unë nuk jam dakord që paragjykosh njerëzit. Çfarë thua ti? Te paragjykoj në futbollin se ti do me bos sniperin byth, ti do mos e paragjykoj. Çfarë do paragjykoj më përse? I keni bën këto spodimo si cilën anit. Po çfarë do bëjmë në një gjë do ta paragjykojmë apo lesh? S'ka problem kjo se ka marr burrin me lek. S'ka problem ti marrësh dashnoren tjetër. S'ka problem ti marrësh gruan tjetër. Burrin tjetër. Po se do njeriu të bëjë tatuazh në byth. Jo valla jo, fillon nga këtu. Fillohet nga këtu. Nuk është problemi jot. Është problemi aty. Problemi im është se unë jam te byth aty, nuk e di. Sigurisht që është problemi. Mirë, për sa para do ta bëj? Pra si para, do ta. Ma le të vërtet. Po s'mundem dot. E bën për 500 euro. Për 500 euro, po para zotin. 2. Po më ti çfarë e ke? Po 500 euro ki blesh pinë astiro në vllai dem. Një shpinë astiro. Do bolla gasoniera. Pagarash. Gasoniera. Çfarë bledi? Ças bëhet për lek, bëhet për më shumë lek, ore, tek nënda. Di gati. Deri diku. Te ku jemi te nënda? Deri diku, po sigurisht ka ca gjëra që janë të shenjta. Fiks edhe gjëra nuk numri. kanë çmim. Edhe numri. Bëjmë shaka njerëz, mos i merrni gjithë seriozisht. Nuk i vjen te shtëpia të. Unë në gjyva që i bëshum, të i qikë si përfaqe. Ja, po e lyj Po vrasim, që temi të drejtë. Ja, okej. Faleminderit. Shpik në shumë, loj tjetër. E në tjetër në gjë që të futet, vjen nga poshtë, në nëzirë në një zezak. Nërë në nëzirë zezakun. Dhe 10 në gjeni i gomar, pa një më të rezime, po qaj më që i keni të lyra. Më për parë zoni më. Se pas vaj më i modë një për zameti. Në më dhe emisione, për. Parë zoni. Po që mbyta, unë tash do qaj, po jo në nëndjerë. I doli djalli, e. Ua, eksorcizëm plako. Unë e kam faj. Doli djalli, që doli një zë tjetër, një shpirt. Sa koke që e mbanë aty atë shpirt. A i shpirt, a i më në banë. A i më në zjerë. U bës i Venom, je. Zot, në arru, që janë më këto, që shikeni më këto. Që ndojë, më ndoli varë, se dolin të gjitha, vla. Si Venom ju bëri një. Na te 10 kush do dali. Mo na del sus një Sailor Moon. Te Venom në rregull. Ma jot, ja te 10. O plako. Ja, mund të botar. Ja mirë. Si për herë. Ai po si doli ai se ashtu. Po ku ta di unë. Baltazari nga poshtë. Të thash nuk qajnë po. Më mirë qaj nxira. Po na lën trupi. Më mirë qaj nxira ashtu ore. Okej. Morë vetë. Ha, ishte djegse ishte. Fort ishte. Thonë drejtën. Ja të forta janë. I ndjek në çiki për cilë këto media shqiptare këto si duket ky reality show, të thonë. Po po më cirk, fantastike. Ha? Cirk është fantastik. Si ka mundësi valla, ndiqen për Gjermani në për Itali ka shumë reality apo është fenomeni përgjithshëm domethënë? Jo, s'është fenomeni. S'ka si tjetër. E ndjek për shembull Zviceriani. Ai e ndjek ndonjëherë për shembull se i ka zgjidhur gjithë hallet e tjera edhe merren me këto emisionet për të parë artistat e vet, për të parë ç'a bëhet, si sillen njerëzit, a kupton dashurinë që japim njëri tjetrit. Se gjykimi është shumë i madh në e ndjek Zvicerani. Jo si te ne, asnjë vend se ndjek se. Ore ne ka qenë fenomeni që ne nuk dilni, nuk ishim mjet social. Është perëndia olla për ne, olla, ishte Big Brother tani, u bë mirë i madh, mirë perëndia. Vitet mirë. Mirë Westside, po nëse mirë ka një karrierë, janë për njerëz të tjerë kot ka ishin. Unë parë zotit, karrierën e kishte ai Rahmetliu, aman të lutem. Të flasim drejt tash, të flasim mbrapsht. Karrierën. Ai ishte ai çuni që kishte shok ato të famshëm, ato të. Që presim kontrolloi të talentuarin. Çfarë partnere ke ore? E lyeva dhe tak u shtrëmërua kështu për të më para. Lyeva mjaftueshëm apo jo?
Po patjetër se prandaj kam marrë unë, që të jetë me mua, jo kundër meje. Çfarë 10-a? Nga që po bëja muhabetin e mirë unë edhe ndrove muhabetin. Vëllash. Vazhdo fol. A nuk cenzurojmë asnjërin e këtyre? Jo, po them. Unë i kam miq edhe Landin, edhe Albanin, edhe Mirin. Po nuk do të thotë që ti Landin e kam edhe unë mik, absolutisht unë s'kam asnjë lloj gjëje me Mirin personalisht, nuk është se e njoh apo bëj. Ajo që më habit edhe më mërzit është që është dhe vëmendja shumë e madhe që marrin. Nuk është shumë keq që të ketë ato lloj vëmendje që ti ditë shtunë për shembull, ditë të martë ti nuk ke mundësi as postosh, as tjetosh, as bisedosh për një gjë tjetër përveç se Big Brotherin. Me çfarë bën Miri, a fjeti Miri, nuk fjeti Miri, u çu Miri apo s'u çu Miri. Dhe mendoj se kur jeni këto lloj programi me kaq vëmendje kaq të madhe, po ja vjefsha racën, po jepini një shembull të mirë më burr. Po jepi shembull të mirë dhe nëse është shembull i mirë se ç'kisha atë djalin ai Stenaldo, Mali, kishte disa djem që jepshin shembull shumë të mirë. Promovo këto vëlla, se Shqipëria ka nevojë të promovoj këto tek brezi i ri, kupton? Stenaldon, super çun. Stenaldo për shembull djalë Flori. Super çun. Inteligjent, edhe një djalë që se ngatroi emrin e Nën Terezës, e gjeti kush ishte mali më i lartë, kush është lumi etj. Po flasim mbajtja Mateo nuk ditë sa ngjyra kishte Ylberi, a kupton? U çmendën gate të gjithandej, po pse neve na trajton këto lloj forme dhanat. Ne kemi sakrifikuar për këto ngjyra ti si mban mend. Sa janë vërtet? Po ku ta di unë çaj mund gay. Ne mund ta duke mund ty. O sa janë vërtet, sa janë? 7? Po 7 janë ajo ngjyra, aq mund prodhoj. E këtë te Pink Floyd, aq prodhon dot më shumë. 12 thaj. Çfarë bën me 12 ngjyra? Ku ti gjesh? Janë nuanca do tani ka më shumë se prapë edhe Mateo ishte djalë i mirë. Ore ka pas shumë bujë të mirë, ka shumë bujë të mirë, po nuk i japin valla vëmendjen. O loton ti o s'ka? Më për çfarë? Po nuk thash qashur, lotosh. Çaj ishte ky pasuri? S'ka shansi. Vdes unë tavolin. Te fundit mbase, po nuk do qaj prap. Do që? Nëse do ishte si do dy të fundit, me këtë lloj force e fundit do jetë e fuqishme. Fuqishme atë gjitha. Dhe mbajmë vetë. E mbajtë vetën? Po vetëm si bën, po edhe unë mund ta mbaj vetën, ja. Shtrëngo. Bëj kështu sigur. Bën si i fort, bën si macho. Si maç? Si macho. Finga fjala machok. Machok. Ti që bore? Të lotoju, në ke besi? Po, absolutisht. Unë e bëra, arsye pse s'qava se më hëngri mut goja që thash jam nga Vlora dhe nga Dibra. Nuk është po shaj me veten time, unë e qaj që mos nxjerr krahin atë keq, se më sakatum pastaj. Kush është njeriu që ka më shumë humor, që një në realitetin shqiptar? Në Albano Bogdo. Për mendimin tim është. Albano të presim në Albano është intolerant komplet me djegse të pëlqen Albano. Po, është komedian, një vetë. Ore, po këto stand-up ti ke ndjekur? Po tjetër, ka shumë djem të rinj që po bëjnë super komedi sot. Kjo Comedy Thursday për shembull është i ndjekur super komedi. Kam ndjekur pak, më shumë çfarë dalin në përjetës. Kur do ikësh nga Shqipëria? Të javë, ndonjë edhe pak se kam to planifikimet e mia. 27, 28, 29. Po, e pash. Janë stand-up Tirana, po e them. Ishin gjithë të talentuar aty ishin. Cilë do ishte? Hanxire. Cila do ishte? Mirë, vllaz, e mbaru. Cila është këshilla kryesore që do t'i jepi djalit tënd? Një këshill. Një këshill. Të gjej bashortën si nënën e vet. Është gjëja më e rëndësishme për burrin që të gjej një gurdyzoj. Të gjej gruan më të mirë. Nuk ka rëndësi, po për burrin neve mund ta ndryshoj një grua shumë e mirë dhe na sakaton, na degeneron një grua e keqe. Mashkulli mund ta ngrit tema. Po gocës çfarë do të sugjeroj? Të gjej burrin si babë. Par zotin nuk e di çfarë më thoj. Jo. Par zotin nuk di çfarë do thoja. Është jam në një fush shumë konfuze. Do doja të kishe një vajzë? Po, patjetër që po. Po nuk di si do sillesh me ata? Se di, se sillesh. Do ta llastoja, po nuk do di. Do mundosha që ta edukoj dhe ta bëja të pavarur, por nuk e dija do doja që vajza të ishte e pavarur, sepse A mendon se është një shoqëri e drejtë për sa i përket gjinive? Po patjetër. Shumë e drejtë është. Në shtetet e zhvilluara. Tek në shtetet tona. Në shtetet tona të Shqipërisë. Po patjetër, se ne kemi shumë shtete vërdall. Secili ka shtetin e vet sot apo. Mbase edhe unë mund ta mendoj këtë gjë si një njeri që përkas një realiteti urban edhe që shoqërohet me njerëz të hajrit, po nuk mendoj se është kudo në Shqipëri. Tek ne nuk ka gjini e zemra, te ne ka ngjyrë jeshile.
Po ka gjini tek ne, kështu ideja e feminizmit, maskilizmit apo nuk ka rëndësi. Ti mund të jesh mashkull dhe ti prapë nuk ja del dot. Sepse ti për shembull që të bësh kryetar, që të bësh për shembull punosh, të marrësh në një punë të mirë, në një tender të mirë atje me Erion Veliajn të dashur, ti si burr që je duhet të bësh punën e femrës, të kthehesh mbrapa. Kështu që të flasim të drejtën, te ne nuk ka rëndësi. Te ne të gjithë janë të niqur në fund fare. Puna është se a do të niqesh apo nuk do të niqesh. Mashkull femër, nuk është çështje gjinie këtu. Tu është çështje kush vjedh më shumë, kush e bën atë pompinon më të fortë. Dhe kaq, në çfarë lidhje ka se ai je mashkull apo je femër. Të gjithë tentojnë kur nuk ka paragjykime tuan këtë formë. Nuk ka më paragjykime, është thjesht sa jep. Po zë si gjë do bësh. Na trajtojnë po të gjithë njësoj. Mos them, po njësoj, po je haf biles kanë treguar që femrat tek ne së fundmi janë dhe më të afta se sa burrat. Edhe më me pesha të rënda. Sa do duash ti. Pa më se çka këto muhabete feministe dhe këto janë këto ideat e huaja që ne do të bëjmë. Bëni mu të madh, kupton, se fundja fundit gjithë punët e rënda po burrat i bëjnë. Po burrat bëjnë punë të rënda, po atje nuk vjen asnjë që të kundërshtoj dhe thot fuqinë e femrës. Po fuqinë e femrës e kanë vetëm atje tek suksesi. E ka te politika, te doktoruar, tek spitalet e tjera, ku kapin ato doktoraturat e tyre. Aty luhet te pushteti luhet. Pushteti. Po pushteti nuk ka gjini. Pushteti ka në Shqipëri ka hipokrizi e tjera me radhë. Shqipëri ka gjëra të Po nëse feminizmi ose më saktë, jo feminizmi ka luftuar, që përgjithsisht gratë tani po luftojnë për pozicionin e pushtetit. Nga nënat vinore, të gjithë neve ai tham këto muhabet. Të gjithë burrat vijnë nga nëna, kështu që Sfid legendash në flak fare, gati për sfid legendash? S'jam. Atëherë lëm, pranoj që humbës. Jo, absolutisht atë në gjithë e tjera. Që po sori. Ue! Qa bëre, shplau të tjera dore, shiko sa i zgjuar. Ue! Jo, mos e bëj atë. O plak, jo, mos e bëj atë që, o bu. O, e budala fare, u. Gëzuar. Ua, qa bëri, bo, e. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Prit vdesim tash. O plak, po pse e bëre këtë gjë? Kisha emisionin. Piuj. Po jarë se s'piuj në qaj mund piuj, po kjo. O plako, ore, do ta mas mos më hapa marrete. Ore, po ti si bërë këtë? Kap njeri të më pas. Po që keni më këto? Ne kemi këto zidhje këto. Bulla fare. Trimi çik stremat. Jepi ujë më, jepi. Se mos flotosh, ore. Me em një nga jo velo tani. O plak. Po u gjepu da syje. Përvëlloj, gomari. Do 10 slav, sot. O plak, po sa djekë se i bëre, po? E ke bërë shumë djekë se po, goma. Po bua që vajt i syje.
Ua, qa bënë? Ore, bua vajti sill, baba. Po ku marrë vetë, se vetë e futet në sy, po ky. 2,000 years later. Çe eksperiencë morej. Bëf shmuta Ore, plak, bëf më për zotin. Bëf shmuta valla. Jo ti ta fut sot, shoku ta Po fut. çfarë lidhje ka shoku, po shoku. Unë ndjem një mini protest në stomak. Ua. Po plak, shkoj para një herë duhet të them. Zyrtarisht, në flak fare, në 45 të ftuar që kemi pas deri më sot, absolutisht askush nuk ka lyer aq shumë sa ke lyer ti. As bëhet fjalë kampioni i flak fare i të gjitha kohërave, Rej Sulejmani. Kampioni budallallëkut. E momi tani jeta do të nderova Vlorën, nderova Dibrën, ju thash që nuk do qaj. U vetë shkatrova për ju. Po nuk e meritoni. Rej, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe këtu. Të uroj shumë suksese. Uroj që të realizosh çfarë do lloj ëndre që ke, vërtet e meriton. Gjithashtu dhe ti, se ti je një djalë flori, e? Të falenderoj. Flasim drejtën. Se ti i thua vetëm të ftuar, kush e di kush jam unë. Po ti je një nga djemt më flori që ka Shqipëria. Asnjëherë nuk u dorëzove. Ke dhënë mundësi gjithandej, i ke dhënë televizionit sa të duash, përse se janë mos minjosa dhe kopila dhe nuk duan të kenë afër gjirit të tyre. Ti meriton shumë nga çmejt. Ta të imagjinosh se kush prezanton sot. Por që vërtet, tani edhe baba shumë i mirë. Besoj se ti je djalë i mirë, jashtë veseve, jashtë budalliqeve, dhe ti një shembull tipik se si duhet të jetë një djalë shqiptar, i dashur Rudi. Janë fjalët më të mira që mund të dëgjoja. E falenderojmë. Rej Sulejmani, kjo është nga Argjendari Donaldo, është një dhuratë për ty. O, faleminderit Donaldos. Ta hap tani? Po, mund ta hap tani. Besoj se duhet të të shkoj me stilin tënd shumë. Vinë sponsor. Patjetër, dhurata edhe mreti e pranon. Po, pranojnë. Pse mos ja pranoj me gjithë kënaqësi, shumë e bukur që faleminderit. Na po edhe në dorë që të na zë fundit tamam, se keni dhe sponsor djalin, grupin. I kemi tanët, më i kemi tanë. Keni të juajt. Kështu që më ndihmo pak. Ja, të ndihmon vëllai. E hapet ti çfarë? Po hapon, nuk kam budalla. Mos ta, po ta mbyllur më duhesh. Shumë e bukur. Faleminderit Donaldos. Falenderoj gjithë ju që na ndiqni, mos harroni subscribe në Hoje Media, uroj ta keni shuar maksimum intervistën. Duhet falenderoj gjithashtu duke nisur nga sallamet tona, nga Petali, nga Rumi Bumbuk, gëzuar me rum bumbu, nga Bira Epos, bir legjendash, bira më e re në Shqipëri. Harrova diçka. Dhe velo nikotin për gjithë ja ku i kam lënë këto dy që konsumova gjithë emisionin. Me nikotinën s'ke nevojë për gjëra të tjera. Shifemi puntat në radhës, deri atëherë kalofshi bukur.